keni një koment lidhur me ftohjen që u pa mes të dyve sot në seancën plenare ku nuk ka kaluar pohën re edhe nga media në Kosovë dhe nga ajo në Shqipëri që nuk e kanë përshëndetur dot njëri tjetrin, paktën në momentin e parë. Mendoj që janë sjellje jote prej burshkëtarëve dhe kjo nuk është hera e parë që aktorët politikë në Kosovë, po edhe në gjitha hapësirat shqiptare e reflektojnë drejt për drejt disponimin apo emocionin në situata të caktuara për interesa krejtësisht të vetat dhe mendoj që është koha që të tejkalohen këtë lloj primitivizme në sjelljen politike ditore. Urej që vendi ta ketë sot deri në orën 24:00 presidentin e vendit dhe mendoj që presidentja Vjosa Osmani është njëri prej kandidatëve që do të ta bënte punën mirë ashtu siç e ka bërë në mandatin e kaluar. Por edhe një herë po e potencoj pa vullnetin e së paku dy subjekte politike në vendin e Kosovës, gjasat janë më shumë të shkojmë në zgjedhje të parakoshme se sa të japim vendit presidentit.